Sfari kemë bëjmë një kryeministër që i mungon legitimiteti qeverisës, edhe si i tillaj nuk ka të drejtë as ligjore, as nuk ka mundësi ligjore që merr vendime të tilla, mundësitë në pozicionin çfarë është janë totalisht të kufizuara dhe ky vendim është më tepër populist për shkak të fushatës së zgjedhjeve dhe sheh si momentum i cili është duke rrezikuar rënia e tij nga pushteti dhe lëvizjave vendosi ka një rënje siç po shihet. Për këto ka mundohet që sadopak të ndikojnë në blerjen e votës në mënyrë indirekte. Ndërsa sa i përket edhe çështjes tjetër e cila si të merret vendimi kur do ta implementojnë të tjerët, është një vendim totalisht i pamatur, vendim i cili nuk mund të merret pa konsultime publike, edhe nuk mund të merret pa pa këshillin ekonomiko-social i cili ka kompetenca edhe ka me zbatuar një vendim të tillë. Kjo buxhetit Kosovës nuk i kushton asgjë, por i kushton bizneseve, se ky vendim është marrë që të implementohet nga bizneset, por do t'ja ul fuqinë financiare në proporcion me rritjen e pagës, qoftë në aspektin investiv, qoftë në aspekte të tjera, dhe se i tillë punëtorët do të përfitojnë, por është vendim i pamatur, i pa llogaritur mirë dhe me impakt që mendoj më shumë do të ketë pasoja në aspektin ekonomik se sa do të ketë përfitime. Kryeministri në detyrë ndërheqje, kryeministri i cili ka kaluar gjitha legitimitetin ligjor dhe kushtetues që është duke mbajtur si pengë institucionet, i ka pas 5 vite në dispozicion të bëjë lëvizje të tilla, në zgjedhjet e vitit kaluar ka marrë vendime të tilla dhe ka rrit pagën minimale, tash prapë të njëjtën po përdor vetëm për qëllime politike. Po t'ja donte të mirën punëtorëve, shtetit dhe sektorit privat, ai do të krijonte politika të qëndrueshme, të cilat do të ndikonin pozitivisht dhe nga vitin e vet do të imponohej bizneset të rritin pagën minimale në proporcion me rritjen e kërkesës dhe fuqisë vlerëse që ka ekonomia e vendit dhe qytetarët e vendit. Përmendet politika të qëndrueshme, cilat do të ishin? Po një ndër politikat e qëndrueshme të bëhen matjet empirike të cilat e masin fuqinë vlerëse dhe në proporcion me fuqinë vlerëse të jetë proporcionale. Jo vetëm rritja të sektorit privat, por do të ketë rritja të sektorit publik, kur kemi shportën e konsumit shumë fesh më të lartë në raport me periudhat paraprakje.